Ditën e verës më 14 mars u hap qarkullimi për të gjitha llojet e automjeteve në tunelin e Murrizit, vepra e fundit e rrugës së Arprit që kishte mbetur pa përfunduar. Tashmë të gjithë qytetarët që lëviznin nga Tirana në drejtim të qarkut Dibër dhe Maqedonisë së Veriut apo Anasjeltas përdorin tunelin duke shmangur bypassin e Murrizit, ndërsa tashmë kalojnë me qindra automjete në ditë. Në tunelin e gjatë për 3.8 kilometrash mungon ventilimi. Sistemi i pastrimit të ajrit në brendësi të tunelit ende nuk është vendosur në punë, ndonse aty shkarkohen gazra të dëmshëm gjatë gjithë ditës, si pasojë e kalimit të qindra automjeteve. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë që sistemi i ventilimit të vendoset urgjentisht në punë, pasi aty krijohet ajër toksik. As 4 muaj nuk ka për t'i hapa, se s'ka, ai me gënjeshtra, me rrena ka punën. Nuk e ka me të vërtet. Nga gazrat, po nuk ka kush t'i pastrojë, pa tjetër duhet punojnë. Problema është, duhet punojnë. Ventilatorët. Shumë shpejt duhet vendosen. Në kuptimin e mirë, sepse pastrohet ajri, oksigjeni, njëna tjetër rrezikohet shumë gjana dhe kaq. Një tjetër shqetësim që ngrejnë drejtuesit e mjeteve është dekalimi i mjeteve të tonazhit të rënd, që sipas tyre mund të dëmtojnë rrugën e Arprit, siç kanë dëmtuar rrugën Klos Burrel-Skuraj.